njerëzve që mendojnë që ajo protest ishte dështim, të filloj dhe të zjerohet, të shndrohet në një kompaktësi që nesër e peti këtë gjë se s'ndodh për një ditë kjo. Okay. Që nesër kur të vinë zgjedhjet, kjo të shndrohet në një alternativë paralele për zgjedhjet. Nëse të gjithë do mendojnë atë parti që me që do kandidoj Berisha jo, as unë s'futem, për të gjithë mendojnë që nuk duhet të jetë kështu. Atëherë, nëse këto zëra bashkohen, jo për të bërtitur, jo për të ndarë, sepse thash, PD-ja nuk ka më mish për të ndarë. Është ndarë dhe është coptuar mjaftueshëm, por për të përmbysur atë realitet, atëherë kjo do të ishte zgjedhja e duhur. Dhe kjo është formë këshilla edhe nga ana ime, që këto zëra që mendojnë që do duhet ndodhë ky ndryshim, nuk ka nevojë dalin të japin intervista që unë mendoj që Berisha duhet ikur, sepse gjithmonë nesër Berisha ka reagime personale. Atëherë, këta njerëzit që mendojnë të gjë, në vend të fotos mund bëj një reagim që të reflektojmë pse kaq pak njerëz në shesh. Unë isha po është pritshmëri. Më fal, po pritshmërit nga aulonët do jenë se nga Berishët nuk janë pritshmërit. Tani mpati nga të rinj si Auloni. Nëse këto zëra unë isha kritik për protestën. Po mirë, pra ajo foto për shkak po mirë më ty s'ka pëlqyer foto, s'do ta bëj selfie herën tjetër, do të jap dikujt telefonin me vend. E vërteta ishte sepse unë unë kam dalë dhe mrom kam bë kritika për protestën, por nuk më ke ndjek. Unë edhe këtu të thash që kjo nuk ishte protestë masive, ishte protestë. Se je në linjën kritike të ftova edhe unë. Po pra kjo është protestë modeste, po ku patjetër pra. Ku s'pëlqeu ty tani kjo tani? Po për shembull, po nuk të sinkronizohet pra me kritikën që ke me ato shiko, tani, shiko, po të bëj një pyetje, ta bëj një pyetje tjetër. Vetës është një... Jo, po sigur mos t'jem në personal. Jo, fal, po sigur mos t'jem unë protest. Të gjithë shkojnë bëjnë foton protest dhe nuk ndodh asgjë. Unë nuk e kam për ty personalisht. Se gjithë bëjnë si ty pra. Shiko, hedhin një foto dhe ikin në shtëpi. Unë ta thash që kryet herës që kur më ftove këtu, që filluam me emisionin, unë thash kam qenë respekt atyre demokratëve, të cilët kanë qenë aty dhe kam marr pjesë me ata. Janë njerëz qarku tim që kanë ardhur nga Kruja, nga Fushkruja, nga fshatrat, nga Durrësi, etj, të cilët unë i takova, patjetër. Ishte edhe një moment më u taku me njëri tjetrin, nëse kemi po nuk thash unë pse shkove po ti. Kemi muj që s'jemi taku. Unë zon jam, po flas me këta të tjerët. Ti ma keq interpretove, unë nuk thash pse shkove, po gjithsesi. Këto diskutime që bëhen këtu dhe që do bëhen në formate nga më të ndryshmet, kanë një qëllim. Jo thjesht në dalje me përfundimin që fajin e ka Berisha Gjesikën edhe mbaroi kjo histori. Kanë qëllimin edhe të orientojnë ca gjëra. Dhe Auloni ka këtë qasje. Të njëjtën pak a shumë kishte Ali Mehmeti. Po. Por nëse janë 4-5 individ që do zgjedhin të shkruajnë në gjë në Facebook apo thjesht flasin nëpër studio që kjo nuk shkon e kjo nuk shkon, rezultanti është 0. Sepse ka patur sa dush në PD. Për 35 vjet, ata që kanë kundërshtuar janë shumë më të shumë në numër sot se sa ata që janë në grupin parlamentar të PD-s. Por, duke mos koordinuar, thjesht janë dëbuar njëri pas tjetrit. Dhe në PD nuk ka më njerëz për të përjashtuar. Te PD-ja nuk ka më mish për të ndarë thash në këto zëra, më shumë se sa sensacioni publik për të thënë që Berisha nuk duhet të jetë më, sepse nuk ka asnjë brenda PD-s që nuk mendon sot që Berisha nuk duhet të jetë më, përveç atyre njerëzve që i falen mjes drekdark si ka dhuruar mandatin e deputetit, të kam një njohje ai. Këta duhet koordinohen. Nuk ka nevojë të tri, njëri ke një emision, tjetri ke një emision, tjetri ke Facebook apo ka koordinim, po. Prit. Këta duhet koordinohen për ta shndruar këtë në frymë. Dhe bëhen 3, 13, 50 dhe thonë, po, ne do mbështesim një alternativë tjetër. Kë do mbështesim? Ilirin, Mentorin, Aulonin. Jemi dakord të mbështesim, hajde ta mbështesim. Kjo është politika, me lobingje. Po këtë pra po them unë. Çdo në partitë të mëdha, brenda të njëjtës parti ka kandidat rival që janë kundërshtar të përjetshëm. Po, dhe pritshmërit ku janë tek ata që morën realisht vota personale në 11 maj. Auloni është një ndërtar. Mendojnë që Berisha s'duhet të jetë më kryetar, do gjejnë forcën për të përbashkuar, për të mbështetur një kandidat, për të krijuar një frym tjetër, unë besoj që kjo është zgjidhja. Do ta mbyll në afat shkurtër, pret gjë?
Të ndryshojnë PD? Jo. Me bathët që janë deri tani nuk pres. Po pse do vim bathët? Shpresoj. Pritshmëria në afat shkurtër është pritshmëria është tjetër gjë. Pritshmëria bazohet mbi fakte konkrete. Këto fakte nuk janë. Po pra, jo dëshirë, pritshmëri thash unë mbi fakte konkrete, se dëshira është tjetër gjë. Në afat gjatë, unë besoj dhe shpresoj që sa më shumë zëra të ndërgjegjësohen për nevojën e këtij ndryshimi të leadershipit politik, sepse kudo ku kam folur, çfarëdo që kam shkruar kam thënë, protesta e mbrëmshme ishte dhe është një kampanjë që duhet lexuar dhe çfarë të dush emrin tjetër ti. Ajo ishte dështim. Quaje ekskursion, quaje aktivitet, quaje olimpiad, quaje foltore, faltore, çfarë të dush quaje. Ajo ishte dështim. Dhe është dështimi më spektakolar që Partia Demokratike ka patur ndonjëherë në organizimin e një proteste. Mund të organizojnë një tjetër më të madhe për të thënë që shikoni që jemi në gjendje të bëjmë ne. Jo, tha Berisha, nuk do organizojnë. Nuk do ketë miting. Jo. Vetëm foltore. S'do ketë. Jo, edhe foltore tani futemi në një proces analize që do duhet ishte bë edhe do merren me. Jo flas për këtë foltore para kryeministrisë që do jetë një herë në javë. Po pra, po nuk ka një valencë tani, të jemi realist, domethënë. Ne po themi që minimalisht merret edhe të funksionojë partia sepse ka struktura që nuk janë eficiente në parti fare. Tani do bëhet analiza brenda PD-s? Do bëhet analiza dhe do bëhet ristrukturimi i partisë edhe. Ajo që unë thash, shpresimi dhe pritshmëritë e mia janë që nga ky proces i analizës. Po. Nga mësimi që duhet kënë vënë kur të gjithë kuptuan mbrëm që popullin nuk e ke më prapa. Se ke më zotëri. Për çfarë arsye gjeje ti, po nuk e ke. Atëherë, ky proces i analizës, nevoja për të kriju degë të PD-s, ka nëpër zona ku vetë caktohet njëri që thotë jam unë kryetari i PD-s. Edhe tashi ti do të bësh protestë, organizosh një muaj përpara të 20 vet aty, ke 16 ti nga qyteti, aty 50 tjetër dhe do i muj me mbledh 10.000 njerëz. Te kjo analiza pret gjë? Më mirë analizë se sa protesta për mendimin tim tani në raportet siç është PD-ja. Kështu që prandaj thashim fillim të emisionit duhet i kthejmë syt nga vetja për me rregullu problematikat që ka Partia Demokratike në gjithë territorin, se ju e pat edhe nxjerrët pjesëshme lokale. Ke një PD që mbështeti kandidat, se kështu u bë, domethënë, që mori 2000 vota në Vlorë, kandidat. Po nuk garoj vetë PD-ja. Po pra dakord, pra. Ne që e njohim politikën, besoj se duhet të themi të vërtetën. Tani të marrësh 2000 vota në një bashki, 2000 vota në një bashki tjetër, 3000 vota në një bashki tjetër. Nuk je më as forcë dytë pastaj. Besoj që ka potencial për me marrë më shumë, por nuk u marrë me zgjedhje, domethënë. Prandaj them duhet me e kthy atë gishtin nga vetja jon, gishtin tregues, mos me ja çu kundërshtarit në këtë rast. Ai e ka marrë mandatin, kështu që është pjesa jon tani se çfarë do bëjmë me partinë. Tani pritet analiza të shohim çfarë do të prodhoj analiza, ndonjë vendimarrje të fortë, nëse s'do bëhet e sinqert, do të jem unë i pari që do dalë të them 1 sekond se 1 2 3 4 5. Unë po e pres. Po flasim për analizë, pastaj nëse analiza do jetë, do flasi Sali Berisha një orë të thotë që Edi Rama është hajduc, Edi Rama me analizën shifra. Nuk kuptoj vendimarrje të fortë. Po pra, patjetër. Për atë them dhe unë. Edhe unë atë pres. Po pra, tani nëse se bëjnë, do të dalë unë i pari, po do kesh dhe tjerë që do dalin, se ai grupi që thej ti, patjetër që secili ka raportin e vet me politikën. Zoti Ali Mehmeti ka qenë kritik. Jo, Ali Mehmeti ka kërkuar në publik për një vendimarrje të tillë, që të prodhoj analiza. Po. Po, e vërtet. Ka edhe të tjerë njerëz, cilët kanë bërë betejat e tyre, nuk kanë në zë të madh publik, ndoshta sa Ali Mehmeti, por në zonat e tyre kanë valencë. Kështu që edhe ata njerëz, po janë shumë domethënë se edhe ata njerëz, sepse përfaqësojnë komunitete shumë të rëndësishme.